Nëse ka një krijesë Soros në Shqipëri, është dhe ky zotnia që u zgjodh tani avokat populli dhe shumë tjera, por nuk ka rëndësi për debatin, besojmë kjo tezë. Tani ne duhet jemi serioz. Në rast se ne besojmë te konservatorizmi, te vlerat e Zotit, te familja, te kombi, tek dinjiteti njerëzor, tek prona, tek çështje tjera, që unë besoj për këto jam te djatha. Shkoj të bashkëpunojnë me Endri Shabanin, po kjo është shmendurim. A kupton? Pra këtë e kam thënë atëherë, e them dhe tani apo me ca Endri Shaban tjerë, apo si shtatë kandidati i opozitës që nuk besojnë Zot. Ajo, për mua është e paimagjinueshme. Kjo historia. Po ç'është kjo histori më? Ne jemi e djathtë, si nuk besojmë Zot. Këta nuk besojnë Zot. Këta e kanë parimin e tyre atë pjesë. Pra ne këtu ndahemi me njëri tjetrin. Do i matoshe. Çfarë pse qesh më? Nuk është e vërtetë kjo. Vazhdo. Vazhdo. Si e keni parë çështjen e Shabanit, Endri Shabanit? Së pari, faleminderit për hapësirën. Desha ndalesha një moment vetëm tek firmat, debati madh, sepse realisht kemi marrë pjesë ose kemi jetuar absurdin më të madh politik të këtyre paktën 20 viteve të fundit. Pastaj vjen kërkesa falje e zotit Berisha në fillim, pastaj edhe disa deputetëve të cilët me faljen e tyre tregojnë papërgjegjshmërinë më të madhe që kanë ndaj votuesve të tyre drejt për drejt. Pavarësisht se mund të mos kenë votues fare për sa kohë kemi pas një sistem zgjedhor të cilët kanë qenë me listat mbyllura dhe mund të mos kenë marrë asnjë vot vetme. Këtë do thotë që kemi të bëjmë me një grupim politik i cili është i papërgjegjshëm dhe i paaftë të mbrojë interesat e votuesve të vet. Dhe del qartazi, sepse zotëria e tha më përpara çfarë fitojnë. Fitojnë ose tentojnë shkatrimin e forcës më shpresdhënëse që është Shqipëria bëhet. Goditjen e parë u përpoq t'ja jepte Endri Shabani me Dajon, me historinë e Dajos. Koalicion. Sigurisht. Por ndodhi që ndodhi. Kush e bëri Endri Shabani? Kush e nxiti Endri Shabanin që të kalonte në një vendimarrje të tillë, në një sfidë të tillë? Së shpërqesh. Ndërkohë, Okej, vazhdo? Faleminderit. Ndërkohë, zgjedhja e Endri Shabanit, zgjedhje tipike bashkëpunimi mes Ramës dhe Berishës, absolutisht është bërë për të dënuar. Berisha zgjodhi këtu, po te juve Berisha zgjodhi se tani, okay, e kuptoj këtë punë e Berishës. Po më prit zotëri. Po flasim kush e zgjodhi Endri Shabanin në listat e Shqipëria bëhet apo po flasim kush e zgjodhi Endri Shabanin për avokat popullit? Ajo kuptua, po kam përshtypjen se ju duhet si forcë politike duhet të thoni, domethënë mëkatet tuaja në raport me Endri Shabanin, sepse Berishën ne po e gjykojmë për atë që bëri, jo, kupton? Zotëri, neve nuk kemi fuqitë natyrshme. Unë nuk e di ç'mëkate ke ti. Ora ka ngel Endri Shabani nder, se është shpreha e parasysh tani ato e çusak ne janë. E kupton, po ideja është Po diskutojmë për Endri Shabanin. Po pra. Kali i Trojës, i cili aktualisht po drejton një institucion i cili ka vlerën apo ka atributet e caktuara në politikën shqiptare. Te ju e ka futur Rama, ka pru Rama te ju që t'ju marr partinë. Kjo është teza besoj. Neve bëm përpjekje. Përpjekje për t'u bashkuar si faktor i partitë e reja. Sa ja arritëm, nuk e di. Zoti përfaqësues i partisë Bashk nuk dënjoi të bashkohej dhe bëri mirë, e respektoj shumë punën dhe vullnetin. Bëra mirë dhe i qëndroi. Dhe bëri mirë që ka një mision, ka një vizion, do të punoj vetëm, le të vazhdoj të punoj vetëm. Ne i shtrim dorën të gjitha forcave të reja. Jo, u bashkua, nuk e di nëse ka si drama, fakti doli që është bashkë me Ramën, fakti doli që është edhe me Berishën, fakti doli që as Berisha, as Rama nuk janë të aftë aktualisht që të shkërmoqin të pamoralshmen që po ndodh sot në Parlamentin Shqiptar me përfaqësues të dyja palëve, edhe me turpin që na jepet edhe na mashtrojnë për ditë. Aktualisht ne jemi në shesh, aktualisht neve na mohohen të drejta kushtetuese, aktualisht pretendohet që ne kemi zënë hapësira publike, aktualisht është ngritur i gjithë strukturat e shtetit për një grup njerëzish të cilët kanë të drejtën të protestojnë për lirinë e fjalës, për lirinë e votës, për të drejta që janë mohuar.
dhuna e ushtruar për ditë nga pushteti i Edi Ramës tregon më shumti edhe se ku tani kemi avokat në popullit do emëroj avokati. Avokati i popullit ja ka arritur qëllimit vet. Ju më ardhë me mbrojtja se për këtë punë është, apo jo, zoti Çela? Ashtu është, sidomos në këtë rast ka dhe një borsh, po jo. Mbrojt protestuesit. Shikoj, disi më duket kjo, sepse duhet të respektuar çdo lloj kauze që proteston. Edhe nuk dua të bëj cinizëm me sakrificën e njerëzve, po kushdo qofshin ata, edhe zotin Lapaj. Jo, nuk bëna cinizëm, falë. Jo, nuk e kishe me ty, po i paraprija asaj që do të them. Që ka dalë fushat, duhet shkoj t'i mbrojë tani, se nuk e di, ka marrë zyrtarisht detyrën apo jo. Po shiko, domethënë jam dakord me idenë që mirë bën që proteston dhe zoti Lapaj, po siç ka një gjë që mua më duket që zoti Lapaj proteston aty sikur do të lajë sa mëkat edhe të vetat, domethënë. Pa e ngjan aty besimtarit që agjeron për të pastruar shpirtërisht, domethënë pak. Edhe mirë bën, sepse disa gabime janë bërë. Mëkate sipas teje që lidhen nga bashkëpunimi me Shabanin edhe le të themi situata që u krijua edhe. Jo, mëkati është mbi parimin, sepse e përmendi pak më parë zoti Kalaja, domethënë idenë që i është bërë një dëm idesë forcave të reja. Pra këtu ka një trashëgimi të personave të cilët kanë nisur kauza politike dhe forca politike dhe ose i kanë shqitur rrugës, ose i kanë braktisur, ose kanë gjetur rrugë të shkurtra dhe kjo që ndodhi midis zotit Lapaj dhe zotit Shabani ishte një plus, domethënë një ngarkesë më e madhe mbi këto kauza të përgjithshme, kështu që ka një mëkat këtu në këtë mes. Pra, dakord që protestohet dhe unë shpresoj që të ndërgjegjësoj sa më shumë qytetar, por ama duhet t'i themi gjërat siç janë. Duket sikur është një përpjekje për të larë sa mëkate, domethënë që janë bërë kauzës madhe të partive të reja, domethënë. I vetmi komp, mendoj në botë, i cili kundërshton, shan protestuesit është Shqipëria. Tani, një sekond. Po të shikosh, komp, ne jemi shqiptarë. Shumica se din që ka protest fare, burçik. Po pikërisht, shumica e din që ka protest. Por të sulmosh një person, kushdo qoftë ai, të sulmosh një person i cili nuk ka një të kaluar historike politike me mëkate, të cilën nëse e ke me mua nuk është sul fare, domethënë, unë po them atë që mendoj se nuk e kam thjesht me ju. Dëmin që i ka shkaktuar zoti Lapaj dhe zoti Shabani, domethënë idesë që në këtë vend mund të lidhin forca të reja politike që mund të jenë konkurruese. Dhe mendoj që nuk është i vetmi që e ka bërë. Dëmin i kanë shkaktuar është e vërtet. Goditjen e ka marrë forca Shqipëria bëhet, është e vërtet. Që nuk ju vjen ai që shpresoni ju qytetarëve, është për shkak të kësaj peshe që ju keni krijuar dhe në shoqëri. Prandaj thash pak më parë që pa dashur të jem cinik me sakrificën e njerëzve, ama duhet të pranojmë që disa mëkate janë bërë, dhe tani duket sikur është kjo. Nëse forca më e madhe opozitare nuk është e aftë sot të dalë për të përfaqësuar shqiptarët. Nuk është e aftë të dalë sot për të përfaqësuar shqiptarët, sepse ka problematikat veta të brendshme të cilat në opinionin tim donë edhe vite për të zgjidhur. Nëse ajo nuk është e aftë, kujt i lind drejta? I lind forcës së tretë politike, e cila ka drejtën politike dhe morale të dalë përfaqësoj shqiptarët. Të përfaqësoj shqiptarët ka drejtë të dalë të protestojnë, më nuk po themi gjë, domethënë, patjetër. Atë po them edhe unë. Për profesimin e shqiptarëve kam dyshim sepse nuk është se po shkoj. Shumë interesante që kur renditen partit, këta fusin dhe votat e Endri Shabanit brenda, thotë jemi të tretët, sepse mos harroni është koalicioni që ka marrë vota, jo partia juaj. Prandaj po them që Endri Shabani këtu e keni, nuk ka hikur akoma, është ende mes forca e tretë politike edhe pa votat e Endri Shabanit. Unë po thoja radhën edhe të drejtën politike për të dalë për të protestuar dhe për të përfaqësuar të drejtën e qytetarëve për të dëgjuar në shtetin më të korruptuar në Evropë. Po. Protestën e radhës kur e keni, zoti Qori? Protesta e radhës ne nuk e japim në kështu live në televizione, kemi atë llojin e befasisë që do ta shpallim. Nuk besoj që do ta japin mediat kur ne ta shpallim. Kur e shpallën. Po jo, nuk është para gjykim, unë po të pyes kur e ke protestën. Nuk është para gjykim, është gjykimi bazuar në përvojë, do të thotë në protestat tona të shumta, po të bësh një matje, sa portale e kanë dhënë si lajm, sa televizione kanë dhënë si lajm, do gjeni 1% që ndoshta. Dhe ky është fakt, mund ta hulumtoj çdo kush që do të merret me këtë gjë, pa diskutim që do vazhdojë protesta rezistente, po siç u thash, çështja këtu është që ta lidhësh korrupsionin me efektet e tij. Pra po të thuash vetëm korrupsioni, që është shumë e drejtë në parima, nuk besoj se është motivues mjaftueshëm
qofse korrupsionin ti nuk e lidh me pasojat e veta. Pra çfarë pësojnë njerëz e thjesht, pensionistët, punëtorët, të rinjt, sipërmarrësit e ndershëm, klasa e mesme profesioniste, çfarë pësojnë këta nga korrupsioni? U diskutuam herët për protestat e mëdha në historinë e Shqipërisë, unë dua t'ju marr 2 raste që tregojnë kur protestat kanë efektivitet në këto 30 ca vite pluralizëm në Shqipëri. Ka qenë viti 1991 dhe kanë qenë 2 forca madhore shoqërore që i thyen shpinën regjimit shkuar, studentët dhe punëtorët. Protestat e studentëve dhe greva e përgjithshme e punëtorëve. Që thotë, nëse nuk arrim të bindim dhe të organizojmë këto shtresa të mëdha shoqërore, as mos prisni që do të ketë këtë lloj masiviteti. E dyta, se u diskutua pak më herët këtu për praninë e zotit Berisha, se zoti Berisha nuk e fshet dot, nuk është shumë kështu i pavëndshëm. Dua përsëri t'ju marr një rast. Kemi qenë në vitin 2013, mos gabojmë, protesta armëve kimike. Pika e kthesës asaj proteste dhe suksesit asaj proteste, mbani mend cili ishte. Erdhi zoti Berisha në shesh edhe iku me bish në shal, sepse njerëzit thanë ne nuk të duam këtu. Sepse ti dhe Rama jeni një. Kështu që populli do vinë shesh dhe i kundërvihet korrupsionit kur ta shohë që nuk luftohen të korruptuarit me të korruptuar të tjerë. Kush? Gjithë ditën. Gjithë ditën e ke pamjet. Edhe natën edhe ditën. Si semi pa fare. Po mbase s'ke njohur atëherë, ku diun. Okej. Shiko, ke foto sa duar, ke foto, ke filmime, ke filmime, madje ne ishim ata, ja të t'jap edhe një shembull tjetër. Kemi qenë ata që thërrisnim natë e ditë, jemi vend sovran, nuk jemi koloni. Pa këtë punë e sovranitetit e kemi pasur shumë herët ne, dhe tjerët atëherë na thonin mbyllni gojën, edhe në shesh, edhe të ambasadë amerikane. Po, kam qenë edhe të ambasadë amerikane, kam qenë edhe në shesh, sepse sovraniteti është shumë i rëndësishëm, pavarësisht se kush është në pushtet në Amerikë. Sovraniteti është shumë i rëndësishëm, t'ja kërkojmë edhe këtyre që na qeverisin, të ambasadë amerikane. Ose qofse nuk e harron aso kohë, ambasadori i atëhershëm amerikan, se mbaj me kush ka qarë, vizuja më shumë, ka dalë një njoftim publik e ka thënë që protestues bëjnë mirë të mos merren me këtë punë, se kjo punë është e vendosur, rregull, dhe kjo ka qenë arsyeja pse shumë njerëz janë ndier të ndinjuar asaj kohe dhe kanë thënë ne do bëjmë protestë edhe këtu, edhe atje. Të tjerët kishin shmang vëmendje nga Rama, pra ne nuk na ka fajin Rama, por na ka fajin aso kohë fajina e kishte edhe Rama, edhe ambasadori amerikan. Aso kohë fajina e kishin të dy. Aso kohë fajina e kishin të dy. Dhe ju që shanit Obamën e Sorosin asoj kohë, ju kujtoj që aso kohën pushtet ka qenë Obama në Amerikë. Në 2013 dhe qëndrimi aso kohë ka qenë dhe vazhdon tjetë konsekuent sovranitet për shtetin shqiptar. Se jemi në fund, do rikthehemi pak, Elis, edhe sikur protesta... Orlin, ti nuk e shah Sorosin, me qëra fjale. Pa tjetër, që e shaj. është oligark, pa tjetër. Ku ka oligark të mirë? Ku ka oligark të mirë? Direkt tu jeti oligark. Në qatë se unë, teori këshu me zhapik që... Teori konspirative. Edhe në rast se zhapiku nuk shkoj. Kjo, le të themi, një revansh për opozitën, për Partinë Demokratike, në një farë mënyrë për treguar që është pika kthesës apo situata me Saljanin mund të japi efektet e saj. Unë besoj që situata me Saljanin duhet parë në vijimësi të gjithë problematikës që ka patur Partia Demokratike që ka në 2021. Sepse nuk është një gjë e shkëputur. Pra zoti Saljani është një person që ka qenë aty dhe përpara, pra ka qenë dhe protagonist në Po ka ndryshim të paktën. Po ka ndryshim, të gjithë kanë pretenduar ata që kanë ndryshime, kupton? Në fillim ishin me Bashën, pastaj ishin as me Bashën as me Berishën, pastaj ishin me Berishën, tani janë prap larg Berishës. Pra, e gjitha kjo sjell një ngarkesë të brendshme në Partinë Demokratike, të njerëzve që e kanë ndjekur. Një sekond, ai njeriu që ka ardhur në protesta që nga 2013, okay? Edhe e shikon këtë historinë që ndodhe në mbledhjet e kryesisë së Partisë Demokratike. A nuk ka të drejtë ai të mendoj, po unë për çfarë po shkoj me këta, domethënë. Këtë histori kanë gjithkohës. A e kuptoni ju që në qytetet e vogla tani, si Skarpari, po doni dhe Pogradeci, po doni dhe Dibra, Bulqiza, vendet të tjera, nuk ka më hapësirë sociale për ndryshim pushteti, sepse ata njerëz që kanë ngelur aty e kanë të lidhur jetën me
me pushtetin, me bashkin, me policin, me ujësjellësin, me arsimin, me kompanit që marrin tendera nga bashkia dhe janë gjithkohës në presion. Pra, aq keq e kemi çuar Shqipërinë, dhe për këtë ka dhe fajet e veta, kusuret e veta dhe opozita, sa që tani domethënë të gjithë thonë që shiko, po ndryshojnë në një gjë këtu në Tiranë Durrës, mund të ndryshojë Shqipëria. Pse? Kush i largoi ata njerëz nga atje? Po i largoi dëshpërimi, më. I largoi korrupsioni, i largoi dhe humbja e shpresës. Pra, ai njeriu që ka votuar kundra kësaj qeverie, përfshi edhe forcat e reja, edhe zotin Qori, edhe zotin Lapa, edhe zotin Shabani, edhe zotin Shejaj, edhe zotin X që ka qenë më përpara, po dhe ai më është gënjur, e kupton? Këta domethënë një histori kanë gjithkohës. Një histori kanë gjithkohës. Domethënë, i vjes Rama zgjedhjet, është regjim Rama, bashkëpunon me krimin dhe banda Rama, po pastaj pasi i vjes Rama zgjedhjet, ne mërzitemi një muaj dhe muajin e dytë ulemi me Ramën dhe të rregullojmë reformën zgjedhore. Atë reformë zgjedhore, të cilën Rama e përdori për t'i vjedhur.